dy operacione të ndryshme, ndërsa në operacionin e dytë shumica për jush e keni marrë vesh që edhe është dashur për shkak të problemeve shëndetësore që i ka pas, është dashur me amputu këmbën. Sonte me ne ekskluzivisht për ta bërë rrëfimin e tij këtu, bashkëpunëtori jon i dashuri jon Amir Berisha Greki, siç e njohim gjithë, apo Bici. E ftojmë sken. Mirë, ma valjan. Një mëj. Ja, vetë. Vetë. Mirë është me të një mu, po... Mirë? Mirë. Mashallah, mirë, shumë suksese. Faleminderit. Qatja, ha? Ade, po, që to. Atë një mëj? Jo, pasha zotin. E më tha para emisionit që këtë do me i bo vetë. Po, vetë. Se po duheve më konë ma aktiv pak. Si e? Mirë, valja. Një mëj, herë veç të largoj këta. Po, mirë që bo. Se e di që kjo është që të një mënë, Po, valla. por nuk për kam qef edhe për nuk po. Faleminderit. Amir, që shpë një është? Mirë shumë. Së në shpitame, shpia e dytë. E di që këtu një është mirë, vjen shumë shpesh edhe me na vizitu. E ki marrë vetën mirë? Valla valën, ja kom një s'ko që me marrë vetën, që tashtë edhe pëse s'kom besu që kom ja dalë. Kalzoj drejtë se momentin kur, gjatë intervjistës s'kom e kalzu ma gjënsisht, po kur erë punat e amputimi, i kom pas 2-3 raste, ama kur erë punat e amputimi, që prisha vdekjen. E pse vide i këtës s'kom besu, po që zoti ma. Po tash që shpo një është tash? E di që diçka të mungon, e kuptueshme ajo, po ndoshta mundet me qenë një farë lumëtërije që jeta vazhdon, sepse ka mujtë përveç komës me shku Amerikajt. Sahi është, në momentin që tash t'i pëma, se që kështë të tonë, ose që të kalzova në atë kohën kur mu amputu koma, se nuk e menesha. Abdi menesha vish me pështu, nëse të dënë zoti. Ama tash t'i kur për shë vetën që ja ku njësë me marë pak, kjo pjesë e ka mungën shumë, jëm ka, dhe me thonë, është ka mërzit gëgja shumë. Gëgja shumë e ka mërzit, po jëm ka mundur në një hek vetës. Këtë historia Amirit është të gjithë, se që dini ata që keni përcjellë emisionet tona dhe që keni përcjellë veprimtarinë edhe karrierën, mu i me thonë të Amirit, prej se ka dalë në televizion të